po flasim për të moment i cili është bërë viral. Kylian Mbappé është bërë i papranueshëm. Një tjetër skandal ka plasur te Franca dhe është i njëjti protagonist. Jo më kot PSG-ja pasi e hoqi këtë njerëz, fitoi 2 herë Champions League-ën. Dhe Real Madridi që kur e mori këtë lojtar, sot është i dekdisur në pikën që ne të gjithë e dim. Kylian Mbappé është gjithmonë ky emër në kryeqendër të vëmendjes dhe ky njerëz nuk ka për të arritur asnjë nivelin e Cristiano Ronaldos dhe Lionel Messit për shkak të sjelljes së tij. Shikoni pak se çfarë ndodhi. Në ndeshjen e dieshme, Franca humbi kundër Bregut Fildisht në shifrat 1-2 dhe N'Golo Kanté, në momentin që lojtarët kanë dalë në fush, atje është parë, në tunel është parë se Kanté i ka takuar gjithë, por nuk ka takuar Kylian Mbappé. Dhe vetë Kylian Mbappé ishte kthyer me kokën minjan duke mos e kërkuar në asnjë mënyrë kontaktin me Kantén. Dhe kjo është, si është e mundur. Domethënë ti mund të zihesh me gjithë botën. Të gjithë lojtarët e botës mund të jenë të këqij. Por kurse si me N'Golo Kanté, një futbollist i cili mban një Mini Cooper, një futbollist i cili është modest sa askush tjetër, një futbollist i cili jep pafund para për bamirësi, pa u bërë asgjë mediatike dhe në fund të grinesh edhe me njëri tillë i cili është kaq shumë model, që është gjithmonë kokulur, që asnjëherë nuk është parë duke u grindur dhe rrallëre shikojmë që të marrë karton, të zihesh dhe me këtë futbollist, të zihesh dhe me këtë njerëz, tregon sakt se problemi i tij. Nuk mund të ndodhin kaq shumë raste, kaq shumë rastësi me Kylian Mbappé që është gjithmonë i pafajshëm. Dhe dje është parë që në këtë moment këta futbollistë nuk janë takuar dhe gjithçka ishte lidhur me ndeshjen Kolumbi-Francë, e cila luajti pak ditë më parë. Në minutën e 78 të takimit, Olise dhe Mbappé hyn nga stoli, ndërkohë që në momentin pa hyrë akoma mirë në fush, Mbappé i kërkonte çerkit që t'i merrte shiritin e kapitenit N'Golo Kanté. Ja ishte sa më parë shiritin e kapitenit. Dhe pa hyrë në fush mirë, çerki shkoi që t'i merrte shiritin Kantés dhe t'i jepte Mbappé. Dhe pikërisht për të arsye, ky është arsyeja që pse N'Golo Kanté nuk i ka folur Mbappés në ndeshjen e dieshme kundër Bregut Fildisht. Dhe kështu sa nisi botëror me një situatë që ka plasur, me një tension që ka plasur dhe molla e sherrit është Mbappé. Nuk dihet nëse Deschamps do të ketë dorë të ekur, nëse do ta ketë atë potencial për të marrë një vendim drastik me Mbappén, por duket qartë se nëse ky trajner do të vazhdojë të investojë besimin në një lojtar tillë, atëherë Franca nuk do ta ketë të gjatë rrugën në botëror.